Zotri Agem, cili ka qenë momenti më i mirë që ti mundesh me cilësu si momenti më i mirë edhe një moment më të vështirin ose më të sikletshëm gjatë gjithë karrierës ose jetës në përditshmëri? Po filloj me të keqen, për arsye se kur kam marrë në 2013 sekretari Mitrovicit, se kam gjetë Mitrovicin me xhemba, me tenka, me barikada, me grupe të caktuara të njerëzve të cilën të bëshin kontrabandë, me grupe të caktuara edhe shqiptarë dhe sërbë, dhe e kom pa se territori i Verivt e ka kokën në Beograd dhe jo në Prishtinë. Dhe ajo me ka vrarë shumë dhe me ka shtinë në angazhime të mjaftueshme duke shkuar edhe në Bruxelles edhe çdo ku ka marrë pjesë edhe nëpërmjet ambasadave dhe ambasadorëve të cilët kanë qenë, që kanë përfaqësuar shtetet e tyre për të bërë apel që një herë për gjithmonë shteti i Republikës së Kosovës të njihet në gjithë territorin e saj dhe të linë dhe të jenë ata të cilët i zbatojnë ligjet e Republikës së Kosovës. Dhe këtë nuk mujt me arrit dhe në ardhen e Albinit që është punë e mirë, punë e shkëlqyeshme, e cila o ba që sot dhe kemi Mitrovicën cep deri në Leposave që ai territor tajt nuk ka njerëz të grupeve të caktuara, njerëz kriminal të cilët i përzansën shqiptarë dhe nuk i lejshën shqiptarë të kthehen në pjesën e Veriut. Sot e kemi gjithë shtetin e Republikës së Kosovës në çdo cep, policë tonë, gjyqtarë tonë, hetues tonë, dhe ekonomia ka nisë më zhvillu në atë pjesë dhe është kënaqësi e veçantë që 17 territorit të Republikës së Kosovës të kenë në kuadrët e Republikës së Kosovës. Shumë mirë. Kjo është gëzimi i madh i imi, për që ta kam luftuar, do të luftoj dhe do të qëndroj në politikë deri në fund. Faleminderit shumë, zotri Agem, kënaqësi me i ndëgju këto fjalë prej teje. Unë e kthej në apet, mos mendoj që të lë rahat sonte. Kështu që besoj që po më të shti edhe me këcyka pak.